E dini mirë rastin kur Aisha radiallahu anha e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe është mirë të ndëruar një këshilloj që ti merrni parasysh pyetjet e sahabeve apo. Nga sa ata janë zëdhënës të juaj apo. Ata që ka thënë vetë pejgamberi e ka pyet sahabët apo. Edhe atë përgjigje që u ka pa ty ne para mendoj si me të jap ty. Çfarë të njëjtë ti me pa vetë çfarë ta gëzon aty njëjtë apo. Andaj kur fillon sahabia e pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e tash hjekje emrin e tij edhe thuj unë e pyeta. Para mendoj se ti po bisedon me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është shumë frydhënse. Se e përjeton shumë përse afër me atë ksillat porosia. Ja Aisha i tha pejgamberit një ditë, tha oj dërguari i Allahut. Janë në Medinë tani, mas një kohë të gatë. I tha oj dërguari i Allahut. Cilla ka qenë dita ma e vështirë në jetën tënde që ke kalu? Tash po e pyet njëri cili se ka pas një ditë vështirë apo. Po kë ditë ka pas vështirë apo? Kë ditë ti në konstia? Vështirë në Mekë, vështirë në Medinë, ka pas prova, ka pas vërtetësi. Edhe një jetë jo e shkurtër. 20 vjet ndoshta kanë kalu kur e ka bëjë këtë pyetje nga përvoja e davetit dhe thirrjes dhe e përhapjes së fjalës së Allahut të mënduar. Tash po e pyet çfarë dita më e vështirë. Shumë ka pasur vështirë ato. Mjafton vallahi ndërmjet dita kur i ka ardhur shpallja ato. Edhe kjo është mirë me medituar. Kur i ka ardhur shpallja, çfarë ngarkesë ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çfarë pretimi i rond, çfarë frike, me të ardhur një melek i madh i cili e pushton botën me krahët e vet, edhe me të shtrëngu fort i përmas dhe lexot ti çka din çau ka bot, kur s'keni, kur s'ka kallzu. Apo gjitha këto i ka pretu për mua e për ty apo. Tash. E ka pyet cila ka qenë dita më e vështirë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kom përjetu shumë ditë vështira. S'është një hapë, por ka thënë dita kur ka shku në Taif e ka përmen. Kur ka shku në Taif, ka qenë ditë e vështirë shumë, nga se nuk është let njëri me e braktis vendin e vetë apëta. Edhe këtu jep me kuptu se sa ka qenë i lidhur pejgamberi me popullin e tij, edhe pse kanë qenë idhujtarë, edhe pse e kanë luftu në çdo mënyrë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, megjithatë nuk ka qenë lehtë me marrë vendim me Elshu Mekën apo. Sa dikush e braktis popullin e vet, familjen e vet, por një punë ndaj, mos dash unë dal pikë këtu. Po ka dalë më rrallë pejgamberi sa ka prit 13 vjet edhe plus asaj çka ka thonë. Tu dal për Mekës ka thonë, mos më nxirr ky millet pikë këtu kur s'ka dalë apo. Me palon rahat ta, edhe mos më mgu, veç me mlon rahat kur s'ka dalë apo. Subhanallah. E ka dalë me në Taif me shpresë se Pelespaku Taifi e pranon thirrjen e tij. Ata në Taif thotë kanë bërë diçka që arabët se kanë pas zakon. Kanë thyr të gjitha rregullat e traditave të tyre apo. Se arabët kanë pas zakon që musafirin me nderu. Kjo në idhujtari hiç pa ku musliman. E kanë pas zakon që kur e kanë marrë dikën në besë, se kanë thyr besën edhe në qoftë se u ka kushtuar me jetë. E kanë marrë mbrojtje. E pejgamberi sa ka hi me marrveshën Taif, s'ka hi me dhuna së fshehur azi. Edhe e kanë pranuar dhe e kanë mashtruar, ka qenë rënë kjo aftë. Deri sa dini, do të duke dal nga Taifi, i kanë lëshu fëmijët e tyre me e gurzu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E kanë gurzu deri sa të mbathurat e tij janë mbush me gjak sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot në këtë ngarkesë të asaj çfarë po ndodh, Taifi e përjashtoi, Mekë ka mbyll dyrt se dul pe atje të selon mu kthy mo ka me amat me Allah kamet askund hiç kamet. Thot edhe në këtë thëllim mendimeve dhe në këtë shetitje njëri humb orientimin pastaj edhe në kohë edhe në vend. Thot në atë moment me erdhi Gjibrili. Për në është më rëndësi edhe momenti. Erdhi Gjibrili dhe çfarë i ka thonë? Gjibrili ka thonë, Allahu
e kanë dëgjuar refuzimin e popullit tënë. Do të thotë Allahu xhallahu ala e din gjendjen tonë atë. Dhe si përgjigje refuzimit të popullit tënd, Allahu ta ka dërguar këtë melek, melekun e kodrave, i autorizuar për kodra. Allahu xhallahu ala autorizon këtë don për çka don. Nëse ti dëshiron, nëse ti don, ky melek, dy kodra që janë rreth Mekës, apo u ahudh mbi koka, edhe i faron. Situata e vështirë, refuzim, dhunë, apo dëbim, plaçkitje, gjitha mënyrat ma mizore të mundshme me i përdor, i kam përdor, kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para mendoni, ka pas drejt Mekë kush don, çysh don me adhuru Zotin e tij. Çka don le të bën? Deri në atë mos, la Kurejsh kanë bërë tawaf. Ibadet e ka ky, e drejta e tij është. Kurejsh ja kanë garantuar të drejtat e adhurimit. E drejt, la Kurejsh njëri, e tij është e drejtë. Qështu kanë bërë tawaf rreth Ka'bës, fatkeqësisht. E kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mënyrë të qetë veç vetë pa adhuron, as për nguskar, as për banzhurm, e ky s'bën. Kanë marrë mbeturat e devës e kanë gjujtë në qafa. Ai la Kurejsh bën, e ky veshon edhe qetë s'bën. Për mënat është dhunën dhe në çfarë shkolle ka ardhur. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shikoni njërin e urtë. Pikrisht kur ka thonë këto, jo, asë se mos më u gjujt. Ka thonë nga se shpresoj që Allahu prej tyne me nxirr kush i përgjigjet fitës time apo çfarë larg pamësies po Allah. Ky s'pongon, kjo gjenerat nuk pongon. Ani unë fjallë për i lo. Fjallën të mira ka marrë, dikush e ka me i marrë. Mos i marrë këta dikush e një merë. S'ka qare. Se fjallët e mira s'humbin. Porosit e mira s'humbin. Ande pejgamberi a ka bërë atë që duhet? Po. A ka bërë në mënyrën që duhet? A ka bërë në kohën që duhet? Po, pikërisht atë. Andaj, kjo shembull i urësie të madhe që i dërguari sasën praktikisht na ka dhënë në kohëra të vështira.